Përshëndetje dhe gëzuar ditën e verës. Jemi në konferencën e të premtes me gazetarët. Do të flasim për programin e Partisë Demokratike dhe protestën nesër. Fjala për kryetarin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. Mirëdita. Përsëri një urim të përzemërt. Një lule të bukur për të gjithë shqiptarët këtë ditë të ndrimit, të natyrës, të ditë shprese, optimizmi, ditë ndryshimi. Sot jam këtu për të paraqitur elementet bazë të programit të Partisë Demokratike për infrastrukturën e Shqipërisë. Partia Demokratike promotore e ndryshimeve më të fuqishme infrastrukturore të vendit, pas 11 majit, merr përsipër kompletimin përfundimtar të ndërtimit të infrastrukturës më moderne që Shqipëria ka patur në të gjitha kohrat. Partia Demokratike gjatë viteve 2005-2013 ndërtoi dhe rinërtoi rrugë, autostrada, tunele, më shumë se në të gjitha kohrat të marrës bashku në Shqipëri. Por, krahas tyre, ajo në ato vite realizoi 220 studime dhe projekte me cilat Shqipëria transformohej tërësisht në rrafshin infrastrukturor. 12 vitet e qeverisjes së Edi Ramës janë vitet e ndalimit po thuaj, të kohës për ndërtimin e infrastrukturës. Janë vitet e plaçkitjes më të madhe, më të jashtëzakonshme, të fondeve, buxhetit publik të përcaktuara për ndërtimin e rrugëve dhe veprave publike. Do ndalem në disa shembuj për të ilustruar këto abuzime të tmerrshme të paprecedent. Rruga Tiranë-Elbasan u kontraktua me Çil-Sandor me një lot me vlerën 255 milion euro, me tunel dhe 2 kalime. Në qershor të vitit 2013, segmenti Ib-Elbasan përfshi dhe tunelet ishte tërësisht i përfunduar. Mbeten 7 kilometra të hapur plotësisht trasea Ib-Fark. Këto 7 kilometra u kushtuan qytetarëve shqiptar 215 milion euro. U kushtuan 30 milion euro për kilometër. Kushtuan me vjedhje 2,2 herë më shumë se sa 1 kilometër në tunel. Pra, 1 kilometër në këto 7 kilometra kushtoi më shumë se sa 2,2 herë çmimin e tunelit, i cili u ndërtua me 14 milion euro kilometrin.
Shembull tjetër i kësaj infrastrukture janë rrugët e ndërtuara me 10 fishin, me 12 fishin e çmimit të rrugëve të ndërtuara më parë të autostradave, ndërkohë që indeksi i çmimeve në ndërtim dhe në punë publike për materiale dhe për gjitha është rritur vetëm me 32%. Nuk janë shënuar kur në histori vjedhje kaq të papërmbajtura siç janë shënuar në infrastrukturën e Shqipërisë. Ka rrugë të cilat janë prokuruar dhe nuk ekzistojnë. Ka rrugë të cilat janë prokuruar me 73 milion euro, siç është rruga Quks, me studim fizibiliteti nga bankat që e kanë financuar. Dhe ajo ka shkuar sot në 250 milion euro dhe nuk është kërkuar në përfundim. Për të mos thënë rruga Korçë-Kolonjë, e cila në 18 kilometrat e para është ndërtuar me 800.000 euro kilometri, kurse në restin, në 17 kilometrat e dyta, kosteve është rritur 7 herë, mbi 5 milion euro kilometri. Nuk ka ndodhur, nuk mund të konceptohet një vjedhje e tillë, për të mos thënë sheshi Shqiponja, rimodelimi i tij 40 milion euro Bashkia e Tiranës. Unaza e madhe, çmime stratosferike. 6 herë më shtrejt se sa 8 kilometrat e ndërtuara para vitit 2013. Pra, në infrastrukturë ku janë investuar 12 miliard euro, ju garantoj se janë vjedhur më së paku 11 miliard. Ju lutem, janë 12 miliard euro. Vepra të përfunduara me paratë këtyre me 65 miliard euro buxhetet 12 viteve është vetëm tuneli i Llogaras. Janë vetëm 19 kilometrat e unazës Tiranës të mbetura nga viti 2013 e këtej. Është vetëm zgjerimi i unazës Tiranës tek sheshi Shqiponja. Nuk di ku mund të ketë, janë 3-4 kilometra Elbasan Librazh. Nuk mund të imagjinoj se ku janë zhdukur parat. Lubi Balluku është përgjegjëse kryesore për këto vjedhje të tmerrshme të fondeve publike në ndërtimin e rrugëve. Dhe jo më pak Edi Rama. Jo më pak Edi Rama. Mos harroni një gjë. 2.3 miliard euro kanë kushtuar pllakat e gurëve të shtruara në sheshet e qyteteve. Specialistë të shquar më garantojnë mua se kostoja e tyre s'mund të jetë kurrë më e madhe se 300 milion euro në maksimum. Pra janë vjedhur fiks 2 miliard euro nga korporata e krimit, shtetërore e krimit,
që është qeveria. Merë fund kjo. Një audit i përgjithshëm pas datës 11 maj do të bëhet për çdo qindar të investuar në infrastrukturë. Dhe do t'u tregohet shqiptarëve se çfarë ka ndodhur. Vjedhja të mërshme që është kryer në kurrizë të tyre. Por nuk ishte ky qëllimi. Qëllimi është për të shpalosur këtu për parësitë e projekteve të mëdha të infrastrukturës. Ku do lvizim ne në infrastrukturë? Së pari, për parësi absolute do tjetë zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës. 2. Autostrada Milot-Shkodër, e cila pas rrugës Kombit në kushtet ka trafikun më të madh, më të pakrahasueshëm me të gjitha drejtimet në Shqipëri përveç trafikut Tiranë-Durrës. Bypassi i Elbasanit, vepër që do filloj me njëherë, për të cilën ne kemi gati projektin dhe ka 12 vite që flen në sirtar projekti bypassit të Elbasanit. Unë nuk duhet përdor termat vjetra të flas për sabotime apo sabotazhe, por të fillosh ndërtimin e segmentit Elbasan-Librazh në një segment që nuk ka asnjë lloj bllokimi trafiku dhe të mos ndërtosh me përparësi absolute bypassin e Elbasanit, i cili u kushton udhëtarëve të paktën gjysmore vonesë në bllokimin e trafikut. Unë të them sabotim, nuk po them, po është korrupsion dhe vetëm korrupsion. Dikush ka paguar Edi Ramën dhe Lubi Balluku, po ajo nuk mund të ndodhë. Arritja më e madhe historike e qytetarëve të Elbasanit, të Korçës, Pogradesit, Librazhit, në Kolonjë dhe në rreth të Kolonjës, ishte ndërtimi i tunelit, i cili ja u shkurtonte atyre rreth 45 orë, por u ishte një rrugë malore problematike. Dhe tani, mungesa e bypassit ka neutralizuar favoret e tunelit dhe të autostradës. Në kushtet trafikut lirë, Elbasani është bërë qyteti më i afërt me Tiranën. Më i afërt. Pra, Hekurudha Tiranë-Prishtinë është projekti më madhor pas rrugës Kombit në infrastrukturën e Shqipërisë, që lidh dy vendet tona, por lidh jo vetëm dy vendet tona. Brigjet shqiptare i bën brigjet më të rëndësishme në rrafshin e transportit në të gjithë detrat e tjera, të Adriatikut, Egjeut dhe detrave të tjera, për rajonin. Kjo Hekurudha është një ide e vjetër, që nga prenoria otomane, e viteve 880 kur solli Hekurudhën në Ferizaj. Kjo Hekurudhë ishte një ide e prenorisë austro-hungareze. Kjo Hekurudhë u rikthye në Tryezë në vitet 2005-2013
Kjo hekull do ndërtohet gjatë mandatit të ardhshëm. Do ndërtohet. Kombi do të ketë edhe lidhjen e fortë të shkurtër hekullore. Po, Unaza e Shqipërisë do t'jetë projekt tjetër madhor infrastrukturor. Të dashur miq, në vitet 2005-2007, në zbatim të këtij projekti, ne ndërtuam dhe rindërtuam rrugë nga Valbona gjerë në segmentin Korç-Ersek, të cilën e filluam dhe ndërtuam 18 kilometrat e para. Kjo unaz do zbriste, do shkonte në Koloj, Leskovik, Përmet, Kardhiq, Delvin. Do rikthej rruga e Bregut e cila u rindërtue. Dhe do ndiqte Bregun për të dalë në Velipoj dhe për të ecur drejt Hanit Hotit, Vërmoshën. Në ndarjen e vjetër administrative, kjo unaz bashkonte 2/3 e komunave të vendit, rreth 310 komuna. Kjo unaz e tëra në zonat malore përveç ulësirës bregdetare. Bënte disponibël të gjitha pasuritë e mëdha dhe potencialet turistike, dhe jo vetëm turistike, bujqësore, lektorale e tjerë, të 2/3 të Shqipërisë. Unaza, me fjalë të tjera, urbanizon të gjithë periferinë e Shqipërisë. Ajo bën të mundur që çdo qendër komune në ndarjen e vjetër të lidhet me akset kombëtare në kohë 20 minuta. Këto janë vetëm disa nga projektet me përparësi të madhe të infrastrukturore të 4 vjeçarit që vjen. Projekte tjera të mëdha do të vazhdojnë. Lugina e Drinit ka të gatshëm projektin për autostradën Vaujde-Firs. Por natyrisht thash, përparësi absolute në Rhekurulla. Nuk po ndalem këtu në projekte të transportit detar dhe ajror, të cilat janë projekte madhështore dhe e bëjnë Shqipërinë epicentër të transporteve në Ballkan. Çështja e dytë që duhet të sjell sot, thirrja ime këtë ditë feste për të gjithë gjimnazistët, për të gjithë studentët, për të gjithë nxënësit e shkollave
nëntëvjeçare, për të gjithë të rit, por dhe prindrit, të bashkohen nesër në protestën e madhe anti-censurë. Një Tiranë i barabart me Habitullahun e Kabulit, i njëllojt me Ajetullahun e Teheranit, një intolerant, ndaj fjalës së lirë dhe mendimit lirë, duke shkel kushtetutën, duke shkel ligjin dhe të drejtat dhe konventat universale të drejtave të njeriut. I vuri gërshërt. I vuri gërshërt, vari TikToku, duke firmosur në këtë mënyrë aktin më të rëndë të censurës që nga diktatura komuniste e cila rrethonte vendin me zhurmues kundër radiove dhe televizioneve të vendeve të tjera. Një goditje e madhe shumë. Kjo për fjalën e lirë, mendimin e lirë të drejtë e komunikimit. Një akt i ngjashëm shumë me firmën që Xhelati Kristaq Rama, babai biologjik i Edi Ramës, vendosi në 10 gusht të vitit 1998 për të varë në litar poetin disident Havzinela për fajin e vetëm se kritikonte regjimin dhe vargjet e tij nuk mund t'i toleronte babai biologjik i Edi Ramës dhe Ramizalia. Nesër është një ditë ku ne të protestojmë që të gjithë për fjalën e lirë, të protestojmë kundër censurës, të protestojmë kundër një qeverie të korruptuar që kërkon të kontrollojë informacionin që marrin qytetarët. Në dekadat e mia në diktaturë, një nga ose nofta gjëja që urreja më shumë ishte censura. Ishin fondet rezervë të bibliotekave kombëtare apo bibliotekave tjera, të cilat mund të shfrytëzoheshin vetëm me autorizime speciale, se përndryshe nuk i preke dot me dorë. Kurse Edi Rama te i kaloi dhe këte dhe censuron TikTokun, mjetin aktualisht më modern të komunikimit. Bazuar funde krye në intolerancën e tij ndaj kritikave që i bëhen në këtë mjet. Garantoj të gjithë shkollarët e Shqipërisë, nxënësit e shkollave nëntëvjeçare, gjimnazistët dhe studentët dhe tritë e tjerë, se me datën 12, TikTokun do ta kenë në telefonat e tyre, në kompjutert e tyre, dhe do të ndëshkohet rënd për veprën antikushtetuese, një megakrimi për masave gjigande. Edi Rama
për këtë akt të tij. Ndaj dhe të lëmë çdo gjë në respekt të fjalës të lirë dhe të lirisë, të protestojmë nesër në ora 7 në sheshin Skënderbeg të Tiranës, të mblidhemi nga gjithë Shqipëria. Veçanërisht të rinjt. Kjo është protesta juaj. Nesër fjala do jetë e juaja. Nesër fjala e lirë do ketë ju kalorësit, mbrojtës të saj, ndaj dhe të mblidhemi të gjithë në mbështetje të tyre në kërkesën që kanë. Faleminderit. Kalojmë te pyetjet. Zoti Berisha, kam një pyetje që takon çështjes së infrastrukturës. Sot inaugurohet hapja e tunelit të Murrizit. Keni ju një koment sa i ka kushtuar qytetarëve shqiptar dhe a rrezikon ky tunel të mbyllet siç ndodhi me atë të Llogaras? Faleminderit. Pyetja është shumë e drejtë. Rruga e Arbërit inaugurohet 16 vite pas fillimit saj. Jo plotësisht biles. 32 kilometra të kësaj rruge u inauguruan para vitit 2013. 27 kilometra rrugë të parashikuara për 160 milion euro. Të parashikuara për 160 milion euro. Kanë shkuar deri tani 450 milion euro. Do me thënë, 3 herë mbi parashikimin. 1 kilometër i saj ka kushtuar 1,2 herë më shtrejt se sa 1 kilometër i rrugës kombit. Tuneli Murrizit është inauguruar gjerësot sipas Edi Ramës dhe Lubi Ballukut nga 2022 3 herë. Është shpallur që do të inaugurohet këtë datë dhe s'është inauguruar ndonjëherë. Uroj me gjithë zemër që tuneli të funksionoj, sepse në vlerësimin tim, tuneli është ndërtuar duke shkelur kondicionet dhe rekomandimet e kompanive më prestigjioze të fushës, ndër të cilat kompani daneze e të tjerë. Uroj edhe një herë që të jetë i suksesshëm më së fundi, por zona është realisht problematike. Kurse parametrat e tjera të asaj rruge janë cop-cop. Cop-cop. Nuk ka asnjë parametër, asnjë standard që duhet plotësoj. Thash janë, ku ta kapish më parë. Edhe atë që ndërtuam ne, e lanë, se ne ndërtuam gjerë tek Ura e Vashës. Nga Ura e Vashë, gjerë në tek Ura e Gjoricës, apo pak me tutje ajo ishte e përfunduar. Bashkë me tunelin e Qafbullit, bashkë me, mbeten këto që kanë mbetur, ata që e kanë bërë atë rrugë, ata shohin një rrugë që e cila vetëm në 27 kilometra ka kushtuar 450 milion euro. Po këta janë të lidhur me Edi Ramën, me njëri tjetrin, me kështu, të janë një konglomerat. Këto do të thosha unë. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24, kam 3 pyetje që lidhen me listat e kandidatëve për deputet Partisë Demokratike
Në fakt doja ta nisja pyetjen e parë me qarkun e Elbasanit, që e dini është një qark mjaft i rëndësishëm për themi partitë politike, duke qenë se ka 14 mandate dhe në fakt zoti Berisha në këtë listë të mbyllur që ju keni përgatitur bashki si Ceriku, Belshi, Gramshi, Peqini, Librazhdi, Prenjasi, të cilat në Partisë Demokratike në zgjedhjet e fundit të vitit 2021 i kanë siguruar 26.000 vota. Pse keni vendosur që në këto zgjedhje të vitit 2025 të mos i përfaqësoni në listat e mbyllura, pra këto 6 bashki të qarkut të Elbasanit? Pyetja e parë. Osman, siç ke konstatuar këtu, këto zgjedhje janë konceptuar si betejë, fush betejë. Dhe rrethanat ngushtuese, koalicioni e të tjerë kanë diktuar në këto qëndrime. Por, unë po vi nga një takim shumë i rëndësishëm me përfaqësuesit, me deputet të këtyre zonave. Të garantoj që në sytë e tyre unë pash vetëm fitore. Përfaqësues të shkëlqyer, njofës të mirë të qytetarëve nevoja dhe terrenit. Pra, mund të them se pas urimeve me qytetarët e Elbasanit, pjesa tjetër e festimeve në ditën e të ditës verë për mua në Elbasan kaloi me një mbledhje pune me ata kandidat të shkëlqyer të Peqinit, Gramshit, Dumres, Cerrikut, Librazhdit, Prenjasit, me kandidaturat e koalicionit, pra pash aty një ansambël. Nuk maj mend ndonjëherë të ketë patur para qytetarëve të atij qarku një ansambël të tillë. Nga forca natyrale në fushata, tek njëri prej zërave dhe këngëtarëve më të mirë, më virtuoz të Shqipërisë, siç është zoti Klogjeri e të tjerë. Zonja të nderuara, të gatshme për të sakrifikuar në pozicionin që janë emëruar. Pra, u ndava, u largova nga Elbasani me kënaqësi të veçantë nga takimet që pata në rrugë me burra dhe gra fisnik në këtë ditë feste, por edhe me përfaqësues të tyre që do jenë në Parlamentin e Shqipërisë. Pyetja e dytë. Zoti Berisha, teksa propozuat listat e mbyllura të Partisë Demokratike përpara anëtarëve të kryesisë, kishit parasysh të shpërblenit besnikët tuaj apo të ndërtonit një ekip fitues për zgjedhjet e 11 majit? Osman, po të nalesh si politolog, nuk do të gjesh ndonjëherë në 34 vite në skenën politike shqiptare një njeri si Sali Berisha që jo vetëm e pranon, por e parapëlqen diversitetin. Absolutisht. Dhe ta them këtë me bindjen më të thellë. Asnjë njeri
nuk është heq dhe nuk mund të hiqet se Sali Berisha nuk mund ta toleronte atë për mendimet e tij ndryshe nga unë. Kur hiqe nga snodha jo. Ata që e mendojnë këtë, në një prej personave që mund të ketë mendue se nuk është në listë për këtë arsye, unë e garantoj që është i gabuar. Jo, asnjëri s'ngelet nga ajo. Nuk mund të mbetet kur. Ky është unë në fundit këtë jetë politike e kam nisur për motivin më themelor të pranimit mendimit ndryshe. Kjo ka që po të më thesh mu në origjinë, atje ku kam filluar, për mendimin ndryshe e kam filluar. Dhe e kam filluar për mendimin ndryshe në një kohë kur ai kushtonte ndonjëherë me çmim shumë të shtrenjtë. Nuk heq dorë nga ajo, nuk më pozicionon dot mua kush pse kundërshton apo pse kritikon në pozicion që unë të them se nuk të toleroj. Ky është i patolerueshëm për mua. Jo. Prandaj nuk kanë ngel asnjë, gabojnë ata që mund të mendojnë, s'kam se kjo është normal, por nuk është e vërtetë. Dhe pyetja e fundit. Zoti Berisha, ju I keni pranuar zgjedhjet e vitit 2013, ku në fakt, po të shikosh listën e kandidatëve të mbyllur në këto zgjedhje, ju keni edhe emra të ricikluar nga zgjedhjet e vitit 2013, ku Partia Demokratike mori, themi, kundër rreth 900.000 ca vota. A mendoni ju se ata emra të cilët shqiptarët nuk I kanë votuar në 2013-ën do t'i votojnë në vitin 2025? Ata emra që nuk janë votuar në vitin 2013, në 12 vite kanë dëshmuar besnikrin ndaj shqiptarëve që nuk kanë votuar. Në 12 vite kanë dëshmuar, kanë faktuar se në rast se ka patur në një presupozim ndaj tyre, ka qenë I padrejt, sepse ata janë faktuar që I kanë shërbyer qytetarëve dhe janë në shërbim të tyre. Janë disa prej tyre, unë të them, patjetër, sepse kudo në botë po të shofish, gjën politikan afatgjat, kudo, gjën politikan meteorik, gjën politikan afatmesëm, por ata që qëndrojnë, ata që janë afatgjat, të garantoj që kur figura e tyre del e pa komprometuar, ata janë një aset I vërtet për politiken. Ja ku I ke, Edi Rama I kishte të gjithë aty. I kishte të gjithë aty. Bëri gjithë çka me lup dhe sugjeti do të asgjë. Pra, këta vërtet janë disa prej tyre edhe para 2013. Por ama kanë qenë shërbëtor në këtë politikë dhe eksperienca në politikë nuk është aset, nuk është dobësi. Ndaj dhe siç janë ata, janë grup I të rive që s'kanë marrë pjesë kur në fushat elektorale, do hynë këtë vit. Unë do bëj një analizë statistikore për gjithë edhe do ja sjell ju, po janë jo pak. Janë një grup I gjerë që konkurrojnë për herë të parë. Një gjë është e sigurt, që formimi I tyre është I shkëlqyer në tërësi. Është një Shqipëri tjetër. Mua më erdhi para disa dish sekretari I një dege. Nuk e kisha takuar. Dhe ai më paraqiti CV-n e tij. Ai do të ishte jo më shumë se 26-27 vjeç. Po një CV
fantastike. Dhe ishte i muhabet këj tjetër, më rjeshtoj shkurtimisht të gjithë investimin që ai kishte bërë për formimin e tij politik. Pra, në këto lista janë kualitete të mëdha, po ta krahasosh me listën tjetër, kap kokën me dorës. Ç'është ajo lista? Ç'është ajo listë që listë të mbyllur janë fut personat që i kanë dosjet më të rënda se peshën e trupit në spak. Dhe njohur ajo. Po tani ti e din sa dosje ka korbe e Covidit. Nëse e din, se je marrë me te. Nuk janë numri dosjeve të saj, shkon sa dosjet e Erion Velis. Po tjetër punë, se Edi Rama këte e mbron se ka vjedh me te, edhe me Erionin, po Erioni e lëshoj, se Erioni bëri gabimin fatal se u paraqit si zëvendës si ti. E kupton? Mos mendoti se e ka lëshu Edi Rama atë për arsye tjetër. Absolutisht jo vetëm se e dinte që 12 maj i zinte vendin ai. Ishte i papërmbajtur në karrierë. Dhe tha më mirë, i futi dhe ato çimkat me Uluziun, janë zorën regjistrimet ku i thot, ndër të tjera, i thot Ajols, shko thuj Ram se Belina i ka paguar Olsit 2 milion euro në Greqi. Edhe ajo shkon e i thot, a e se di që çdo operacion aty drejtoi nga Rama. Midis tjera, pa i keni marrë vesh ju këto, po si publikoni. Plus gjëra tjera që kishin aty ato regjistrimet e Uluziut e të Rams. Pra, nuk kanë të krahasuar. Faleminderit. Urdhoni. Do jem pjesë, po fjalën e kanë, nuk jam unë maestro i TikTokut, janë trit, ata janë frymëzimi, unë aty do t'jem t'i mbështes, po fjalën ata do flasin, se ata janë anticensur. Sheshi, jo, te kryeministria, te kryeministria, e ka dhash gabim, te kryeministria, faleminderit, protesta është te kryeministria, te paranërtesët Tiranit, të Habitullahu të Tiranës.